Data 29 qershor. Jozueu, kapitulli i parë. Mas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Jozueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut, dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Prandaj çohu, kalo Jordanin ti dhe gjithë ky popull dhe shko në atë vend që unë u jap atyre, bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani i këmbës suaj kapër të shkelur, siç i thash Mojsiut. Territori yt do të shtrihet nga shkretet e tjera dhe nga Libani deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit, nga tërë vendi i Hiteve deri në detin e madh në perëndim. Askush nuk do të mund të kundërshtojë gjatë tërë ditëve të jetës sate. Ashtu siç kam qenë me Mojsiun, kështu do të jem me ty. Nuk do të lë, as nuk do të braktis. I fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vendin që u betova t'u jap etërve të tu. Vetëm tregohu i fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tërë ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar, mos u shmang prej tij as djathtas as majtas, që të kesh mbarsi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë i fort dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Atëherë Jozueu urdhëroi oficerët e popullit duke thënë: Kaloni përmes kampit dhe jepini popullit këtë urdhër duke i thënë: Siguroni rezerva ushqimore, sepse brenda 3 ditëve do të kaloni Jordanin për të vajtur të pushtoni vendin që Zoti Perëndia juaj ju jep si trashëgimi. Jozueu u foli gjithashtu Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit të Manasit, duke u thënë: Mbani mend fjalën që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju urdhëroi kur ju tha: Zoti Perëndia juaj ju ka dhënë pushim dhe ju ka dhënë këtë vend. Gratë tuaja, të vegjëlit tuaj dhe bagtia juaj do të mbeten në vendin që Mojsiu ju ka dhënë nga kjo anë e Jordanit, por ju, tërë luftëtarët tuaj trima, do të kaloni të armatosur para vëllezërve tuaj dhe do t'i ndihmoni, derisa Zoti t'u ketë dhënë pushim vëllezërve tuaj, ashtu si juve, dhe ta kenë shtënë në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, ju jep atyre. Atëherë mund të ktheheni për të pushtuar vendin që ju përket dhe që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju ka dhënë këtej Jordanit në drejtim të lindjes. Atëherë ata ju përgjigjen Jozueu duke i thënë: Ne do të bëjmë të gjitha ato që ti na urdhëron dhe do të shkojmë kudo që të na çosh. Ashtu siç jemi bindur për çdo gjë Mojsiut, kështu do të bindemi ty. Vetëm me ty qof Zoti, Perëndia yt, ashtu siç ka qenë me Mojsiun. Kushdo që ngre krye kundër urdhrave të tua dhe nuk u bindet fjalëve të tua, do të vritet. Vetëm je i fortë dhe trim. Psalmi 120. Në ankthin tim i klitha Zotit dhe ai mu përgjigj: O Zot, më çliro nga buzët gënjeshtare dhe nga gjua mashtruese. Çfarë do të japin ose çfarë do të shtojnë o gjuhë gënjeshtare? Shigjedha të mprehta të një trimi me shëmyrë dëllinje. I mirë unë që banoj në Meshek dhe që strehohem në çadrat e Kedarit. Tepër gjatë kam banuar me ata që urrejnë paqen. Unë jam për paqen, ata për kundërzi, kur unë flas, janë për luftën. Psalmi 121. Unë i ngres syt nga malet, nga do të më vinë ndihma. Ndihma ime vjen nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Ai nuk do të lejojë që të merren këmbët, ai që të mbron nuk do të dremit. Ja, ai që mbron Izraeli nuk dremit dhe nuk fle. Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në të djathtën tënde. Dielli nuk ka për të goditur ditën, as hëna natën. Zoti do të ruaj nga çdo e keqe, ai do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe për jetë. Psalmi 122. U gëzova kur më thanë shkojmë në shtëpinë e Zotit. Këmbët tona u ndalen brenda portave të tua, o Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset e Zotit për të kremtuar emrin e Zotit, sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan. Pas të paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua. Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi, tani do të them paqja qoftë e ti. Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndis ton,
unë do të kërkoj të mirën tënde. Isaia, kapitulli 61. Fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për të dhënë një lajm të mirë të përullurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve, të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e hakmarrjes së Perëndisë tonë, për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen, për të dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për të dhënë atyre një diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zis, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë, mbjellja e Zotit për të paraqitur lavdinë e tij. Ata do të rindërtojnë rrënojat e vjetra, do të rimëkëmbin vendet që janë shkretuar në të kaluarën, do të restaurojnë qytetet e shkretuara dhe të shkatëruara prej shumë brezash. Të huaj do të vinë të kullosin kopet tuaja, bitet të huaj do të jenë bujqit tuaj dhe vreshtarët tuaj, por ju do të quheni priftërin të Zotit dhe do të quheni ministra të Perëndisë tonë. Ju do të gëzoni pasuritë e kombeve dhe lavdia e tyre do të kalojë te ju. Në vend të turpit tuaj do të keni një nderim të dyfisht, në vend të hutimit do të ngazëllojnë në trashëgiminë e tyre. Prandaj në vendin e tyre do të zotërojnë dyfishin dhe do të kenë një ngazëllim të përjetshëm. Sepse unë Zoti e dua drejtësinë, urrej vjedhje në holokaust. Unë do t'u jap atyre me besnikëri shpërblimin dhe do të bëj me ta një beslidhje të përjetshme. Pasardhësit e tyre do të jenë të njohur ndër kombet dhe brezi i tyre ndër popujt. Tërë ata që do t'i shohin, do t'i njohin sepse ata janë një fis i bekuar nga Zoti. Unë do të gëzohem shumë te Zoti. Shpirti im do të kremtojë Perëndin tim, sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit. Më ka mbuluar me mantelin e drejtësisë, ashtu si një dhëndër që vën një diadem, si një nuse që zbukurohet me xhevahiret e saj. Prandaj ashtu si toka bën që të rritet bimësia e saj dhe kopshti bën që të mbi atë që është mbjell, po kështu Zoti do të bëjë që të mbi drejtësia dhe lëvdimi përpara tërë kombeve. Mateo, kapitulli 9. Dhe pasi hipi në bark, kaloi në bregun tjetër dhe erdhi në qytetin e vet. Dhe ja i sollën një paralitik të shtrirë në vik. Dhe Jezusi kur pa besimin e tyre i tha paralitikut: "Merr zemër o birë, mëkatet e tua të janë falur." Dhe ja disa skrib thanë me vete: "Ky po blasfemon." Dhe Jezusi, duke njohur mendimet e tyre, tha: "Pse mendoni gjëra të mbrapshta në zemrat tuaja? Sepse ç'është më e lehtë të thuash: mëkatet e tua të janë falur, apo të thuash: ngrihu dhe ec? Por që ta dini se Biri i Njeriut ka pushtet në tokë të falë mëkatet." "Ngrihu," i tha paralitikut, "merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde." Dhe ai u ngrit dhe shkoi në shtëpinë e vet. Por turmat kur e pan këtë u çuditën dhe lëvdonin Perëndin që u kishte dhënë pushtet të tillë njerëzve. Dhe Jezusi duke shkuar tutje, pa një burr të ulur në dogan, të quajtur Mate, dhe i tha: "Ndiqmë." Dhe ai u qua dhe e ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jezusi po rrinte në tryezë në shtëpi, ja erdhën shumë ta grambledhës dhe mëkatarë dhe u ulën në tryezë bashkë me Jezusin dhe me dishepujt e tij. Dhe farisejt kur e pan këtë u thanë dishepujve të tij: "Pse mësuesi juaj ha me ta grambledhësit dhe me mëkatarët?" Por Jezusi i dëgjoi dhe u tha atyre: "Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Por shkoni dhe mësoni ç'do të thotë: unë dua mëshirë dhe jo flime, sepse unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët në pendim." Atëherë i erdhën dishepujt e Gjonit dhe i thanë: "Pse ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Dhe Jezusi u tha atyre: "A mund të mbajnë zi dasmorët, ndërsa dhëndri është midis tyre? Por do të vinë ditë kur do të hiqet dhëndri nga ata dhe atëherë do të agjërojnë. Por askush nuk e vë një copë prej stofit të ri mbi një rrobë të vjetër, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më keq. Dhe as nuk shtihet vera e re në kacek të vjetër. Përndryshe, kacekët shpohen dhe vera derdhet dhe kacekët humbin, por shtihet vera e re në kacek të rinj, kështu ruhen të dy." Ndërsa ai u thoshte këto, erdhi një nga krerët,
ra përmbys përpara tij dhe i tha: "Sapo më vdiq i me bi, por eja, vëre dorën tënde mbi të, dhe ajo do të jetojë." Dhe Jezusi u ngrit dhe ndoqi bashkë me dishepujt e tij. Dhe ja, një grua e cila vuante prej 12 vjetësh nga një rrjedhje gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku palën e rrobës së tij, sepse thoshte me vete: "Po të prek vetëm rrobën e tij do të shërohem." Por Jezusi u kthye, e pa dhe tha: "Merr zemër o bi, besimi yt të shpëtoi." Dhe qënë ato orë, gruaja u shpëtua. Kur Jezusi erdhi në shtëpinë e kryetarit të sinagogës dhe pa fylltarët dhe turmën që zhurmonte, u tha atyre: "Largohuni, sepse vajza nuk ka vdekur, por fle." Dhe ata e përqeshnin. Por kur turmën e nxorën jashtë, ai hyri e zuri për dorë vajzën dhe ajo u ngrit. Dhe fama e kësaj u përhap në mbar atë vend. Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: "Ki mëshirë për ne, biri i Davidit." Kur erdhi në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre: "A besoni se unë mund ta bëj këtë gjë?" Ata i thanë: "Po, Zot." Atëherë u apreku syt duke thënë: "U bëft sipas besimit tuaj." Dhe atyre ju hapën syt. Dhe Jezusi ju urdhëroi rreptësisht duke thënë: "Ruhuni se mos e merr vesh njeri." Por ata sapo dolën, e përhapën famën e tij në mbar atë vend. Dhe kur ata po dilnin, ja, i paraqitej një burr me mec dhe të demonizuar. Dhe pasi e dëboi demonin, me meci foli dhe turmat u çuditën dhe thanë: "Nuk është parë kurrë një gjë e tillë në Izrael." Por farisejt thoshin: "Ai dëbon demonet me anë të kreut të demonëve." Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre dhe duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngat në popull. Por duke parë turmat, pati dhe mshuri për ta, sepse ishin të lodhur dhe të shpërndarë si dele që nuk kanë bari. Atëherë u tha dishepujve të vet: "E korra është me të vërtetë e madhe, por punëtorët janë pak. Lutjuni pra Zotit të korrave, që të dërgoj punëtor në të korrat e tij."